Elton Iliriani zbulon pse dështoi parashjevi Simakun në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Elton Iliriani, i ftuar në një studio televizive, foli në lidhje me historinë e parashjevis Simakut. Ikona e muzikës shqiptare shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një ëndër të madhe për Hollywoodin, por atje dështoi. Iliriani tregon arsyen pse. Ajo dështoi sepse ajo nuk zgjodhi që të ishte një punonjëse seksi, siç janë shumë artistë të tjerë dhe në skandalet që keni parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Parashjevi Simaku është një person shumë i pastër, shumë i dashur, që ka besim të madh te Zoti. Ajo e rrezaton këtë. Kur ka shkuar në Hollywood, jo vetëm që nuk ka pasur mbështetjen e askujt nga shqiptarët, por edhe është goditur që në hapat e saj në Hollywood, tha ai. Sipas Ilirianit, Simaku ka qenë një div dhe ky status ka pasur të mirat dhe të këqijat e veta. Ai mohoi thashë themet se Simaku ka përdorur drogë apo se ka qenë alkolizuar. Ka pasur të mirat ky status, por ka pasur dhe të këqijat, që është goditja e madhe që i është dhënë vetë nga bashkëdhetarët e saj në fushën e artit. Parashjevi Simaku ndërronte të ishte yll në Hollywood dhe i kishte të gjitha kriteret. Problemi që ka hasur ajo ka qenë që është person që vjen nga një familje varfër me norma dhe rregulla. Është folur shumë për jetën e saj private, sikur pinte drogë, sikur është e alkolizuar. Asnjë nga këto nuk është e vërtetë, tha ai. Por jo të gjitha gjërat që Iliriani di për Simakun thuan. Unë di shumë gjëra për parashjevi Simakun, jo të gjitha thuan. Nuk thuan për arsye se ka persona publik në Shqipëri që janë përpjekur të i shkatrojnë karrierën dhe e kanë përndjekur atë dhe në jetën private dhe familjen e saj, u shpreh ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.